Përshëndetje nxënës, po fillojmë me orën e radhës. Njësia është detyra për përsëritje për përsin, pasi që mbaruam temën e 9, ja kemi një orë për përsëritje dhe për përsin të njohurive dhe detyrive të cilat i kemi marrë. Datë 14 maj 2020. Pa humbur kohë, po fillojmë njërë me detyrën e parë. Njëso shpejtësi mesatare në kilometra në orë të automjeteve që kalojnë rrugën në na 210 km për 3 të plotë një të dytat orë. Rruga 210 km, koha është 3 të plotë një të dytat orë. Çka bëjmë tash? Thyesë me numrat të përzier, më letë na vjen ta shndrojmë në numra dhjetor, pasi që në e dyta është gjysmë, atëherë i vije se koha është 3/5 orë. Tash zavendësoj te formula e shpejtësisë, v e barabartë me s thyet për t, 210 km pjesëtim për 3/5 orë, i bie të jetë shpejtësia mesatare 60 km për orë apo në orë. Çka bëjmë tash? 17 km kalohen për 3 orë e 24 minuta. Detyra 9C. Të njësohet përsëri edhe këtu kemi të njësojmë shpejtësinë. Pra, është dhënë rruga 17 km dhe është dhënë koha 3 orë e 24 minuta. Tash këtu pak problem na vjen këta 24 minuta, po do të shihni se shumë lehtë do të tejkalojmë. 3 orë e 24 minuta. Çka bëjmë tash? Minutat i shndrojmë në orë. Ju e dini se një orë është e barabartë me 60 minuta. Do të thonë prej 60 janë marrë 24. Që e paraqesim si thyes 3 të plotë 24 të 60. Shpejtësia është e barabartë me rruga në njësi të kohës apo pjesëtim për kohën 210 km, thyje për 3 të plotë 24 të 60 orë. Këtu kemi një thyes me numra të përzier, andaj e shndrojmë në thyes jo të drejtë. 60 herë 310 plus 24 për 204. Ndërsa kjo 60 që këtu poshtë si pasoj e rregullës së thyesave të dy fishta del larg dhe shumëton. Dhe do të kemi 210 herë 60 km thyje për apo pjesëtim për 204 orë, që i bie shpejtësia mesatare në këtë detyrë të jetë 61,76 km në orë. Detyrën B dhe C duhet vetë ta punoni ju. Vazhdojmë tutje. Detyra 2. Njëso rrugën që kalojnë objektet nëse shpejtësia është 250 km në orë për 3 orë e 18 minuta. Ja shijoni tash se si e kemi detyrën të kundërtën. Çka bëjmë? Shpejtësia 2 orë 250 km në orë, ndërsa koha është 3 orë e 18 minuta. Tash, çka bëjmë? Si shndrojmë të 18 minuta në shumë lehtë, sikur në detyrën e paraprake, pra kemi 3 të plotë 18 të 60 orë. Pasi shndruam në orë minutat, atëherë gjejmë rrugën. Rruga është e barabartë me prodhimin e shpejtësisë dhe kohës të, që i bie të jetë 250 km në orë herë 3 të plotë 18 të 60 orë. Kjo është numri përzier, shndrojmë në thyes jo të drejtë, 60 herë 3 180 plus 18 198. Pasi të kryejmë të gjitha veprimet, del se gjatësia e rrugës pas ka qenë 812,5 km. Detyra 9A, C dhe C ju duhet vetë i punoni në bazë të kësaj detyre që punova unë. Detyra 3. Njëso kohën për ta kaluar distancën e dhënë. Po shikoni, tash kërkohet koha. Është dhënë rruga 220 km, ndërsa shpejtësia është dhënë 50 km në orë. I vije pra të njësojmë kohën. Koha është rruga pjesëtim për shpejtësinë. Rruga pjesëtim për shpejtësinë. 220 km pjesëtim për 50 km në orë. Shqinjë se interesant, kilometr me kilometr këtu thjeshtohen, 220 kër pjesëtojmë për 50, i bie të jetë 4,8 orë. 4,8 orë, na intereson tash si t'i shndrojmë në minuta. Ashtu si e lexojmë numrin dhjetor dhe shkruajmë 4 të plotë 8 të 10. Çka bëjmë tash? 10 duhet ta bëjmë 60. Bëjmë zgjerimin me 6. 10 herë 6, 60, 8 herë 6, 28, që i bie të jetë 4 orë e 28 minuta. Detyrat nën A, nën B dhe nën C juve duhet i punoni. Në bazë të detyre që i punuam. Detyra 4.
Kërmili zhvendoset 23.4 metra për 30 minuta. Njësoje shpejtësinë mesatare të kërmilit në metra në orë. Këtë detyrë mund ta bëjmë në dy mënyra. Mënyrën e parë e bëjmë me anë të llogaritjes. Ja kështu. Koha është e barabartë me 30 minuta që i bie të jetë 1/2 orë ose 0.5, ndërsa rruga është 23.4 metra. Çka bëjmë tash? Formula në thotë kështu. Shpejtësia është e barabartë me rrugë thyer për kohë 23.4 metra pjesëtim për 0.5 orë që i bie të jetë 46.8 metra në orë. Mirë po, për ata që janë pak më inteligjent se të tjerët, çka bëjmë? Nëse për 30 minuta do të kalon 23.4 metra, atëherë për një orë do të kalon 2 fishën e kësaj rrugë. Ja, e kemi pa llogaritje as pak 46.8 metra në orë. Detyrën nën B bëni ju vetë. Detyra 5. Një tren lëviz 2 orë e 48 minuta me shpejtësi mesatare 140 km në orë. Sa rrugë do të kalon treni për atë kohë? Pra kërkohet rruga. Rruga e barabartë me shpejtësia herë koha. 140 km në orë herë, tash pa humbur kohë, 2 orë e 48 minuta më e dim se si ishte në orë, 2 të plotë 28 të 60, që kur t'i kryjmë të gjitha këta veprime, do të na dalë se është e barabartë me 392 km. Detyra 6. Një autobus lëviz me shpejtësi mesatare 55 km në orë. Sa kohë nevojitet të kalon rrugën 22 km. 22 km. Formulën e kemi T e barabartë me S thyer për V, 22 km pjesëtim për 55 km në orë, që i bie të jetë 0.4 orë. Tash, këtë 0.4 orë si numër dhjetor si e shënojmë 4 të 10 orë. Për ta shndruar 10 në 60, zgjerojmë me 6, edhe këtu zgjerojmë me 6, na del 24 të 60, që është e barabartë me 24 minuta. Detyra e 7. Vaji motorit shitet në 2 paketime të ndryshme. Paketimi i vogël ka 2 litra dhe kushton 459 denar, kurse paketimi i madh ka 4.5 litra dhe kushton 999 denar. Cili paketim është më i lëvërdishëm për ta blerë? Ja pra, paketimi i parë kemi 2 litra, paketimi i dytë është 4.5 litra. Llogaritjet i bëjmë së pari për paketimin e vogël. 459 denar e pjestojmë për 2 litra, që ta gjejmë sa kushton 1 litër, pastaj do gjejmë sa kushton 1 litër të paketimi i madh, që i bie të jetë 229.5 denar për litër. Te paketimi më i madh, çka do të kemi? Te paketimi më i madh kemi 999 denar pjesëtim për 4.5 litra, që i bie të jetë 222 denar në litër. Dhe tash, gjoni, keni kujdes. Detyra thot cila është më e lëvërdishme. Më e lëvërdishme kuptohet se është çmimi më i ulët. Çmimi më i ulët është te paketimi i dytë. Detyra e 8 punohet njësoj si detyra e 7, prandaj ju keni për detyrat ta punoni. Vazhdojmë me detyrën e 9. Grafiku i dhënë tregon rrugën e trenit që ka kaluar pas nisjes nga stacioni kryesor. Ai ka bërë një ndalesë në semafor. Ja është dhënë rruga e trenit me ngjyrë të kuqe, grafikun e keni dhe mund t'i lexojmë. Në boshtin vertikal është dhënë rruga në kilometra, ndërsa në boshtin horizontal është dhënë rruga, është dhënë koha në orë. Dhe tash, në detyrë janë disa pyetje. Pyetja e parë është sa rrugë të përgjithshme ka kaluar treni. Si do ta lexojmë rrugën e përgjithshme që ka kaluar treni? E lexojmë nga boshti vertikal, që i bie të jetë 225 km. Shiqo këtu, prej 0 deri 100 është ndarë në 4 pjesë të barabarta, pra 25, 50, 75, 100. Pastaj kemi 125, 150, 175, 200, e kemi një vik këtu 225. Do me thonë përgjigja në A, treni ka kaluar 225 km. Pyetja e detyrës nën B thot kështu: njësoje shpejtësi mesatare për të rrugën me kohën derisa treni ka pritur në semafor. Dhe tash,
ku do ta lexojmë se treni ka pritur në semafor. Ja, kjo pjesë është kur treni ka pritur në semafor. Do të thonë nuk ka bë kalim të rrugës as pak, vetëm ka kaluar koha. Dhe shumë lehtë e lexojmë. Koha të cilën e ka kaluar treni në semafor ka qenë, shihni, prej 1 deri në 2 orë është ndarë në 4 pjesë të barabarta. Do të thonë një ndarje është 15 minuta. Treni në semafor ka pritur 45 minuta. Se këtu nuk kemi as pak rritje të rrugës. Do të thonë njësojmë shpejtësinë mesatare të trenit me tërë kohën që ka pritur në semafor. Çka bëjmë tash? 225 km e kemi, ndërsa koha që ka kaluar këtë rrugë është 3 presje 5 orë, apo 3 orë e gjysmë. Andaj, formula është v e barabartë me s thye për t. Rruga 225 km, thye për 3 presje 5 orë, që i bie të jetë 64 presje 3 km në orë e rrumbullakuar. Detyra 9C thot, njësoj shpejtësinë mesatare me të cilën ka lëvizur treni pa kohën e pritjes në semafor. Nëse e tërë rruga e trenit është bë për 3 orë e gjysmë, çka bëjmë tash? I zbresim këto 45 minuta që ka prit në semafor. Dhe zgjidhja detyrës 9C do të jetë v e barabartë me s thye për t, 225 km të çka bëjmë? Për 3 orëve gjysmë i zbresin 45 minuta dhe na mbeten 2 orë e 45 minuta. 225 km pjesëtim për 2 orë e 45 minuta. Kur i kryejmë të gjitha veprimet matematikore, do na dalë se shpejtësia mesatare rrumbullakore është 81,8 km në orë. Ja, të gjitha këta lexime i bëm nga grafiku me anë të dhënave që janë paraqitur këtu. Detyra 10. Agimi ka rezervuar që zë 25 litra lëng. Ai dëshiron që t'i mbush disa kanaçe në formë cilindri me rreze 3 cm dhe lartësi 10 cm. A do t'i mbush ata 10 kanaçe? 100 kanaçe, Së pari gjejmë vëllimin e njërës kanaçeve, që është e barabartë me prerja boshtore nëse kujtohet e cilindrit herë lartësia. Prerja boshtore ishte rreth pi herë rrezja në katror herë lartësia, 3/14 herë rrezja 3 cm në katror herë lartësia 10 cm. Që kur do të kryen të gjitha këto veprime, i vije se vëllimi i një kanaçe është 382/6 cm në kub. Çka bëjmë tash? A do mbushen 100 kanaçe? Ne duhet t'i shndrojmë litrat në decimetra kub, pastaj në centimetra kub. 1 litër ju e dini shumë bukur se ishte e barabartë me 1 decimetër kub, ndërsa 1 decimetër kub i ka 1000 centimetra në kub. E dini se kërcimi prej njësi bëj për 3 zero. Atëherë, çka bëjmë? Marrim 25 litra, i shumëzojmë me 1000, fitojmë 25.000 cm3. Tash, këta 25.000 cm3 i pjestojmë për vëllimin e kanaçes, që është 282/6. Kur pjestohet ky numër, posible se na del 88/5 kanaçe. Do të thonë 88 kanaçe gjysmë. Që do të thotë përgjigjja është se ai nuk do të mund të mbush 100 kanaçe, po do të mbush më pak se 100 kanaçe. Detyra e radhës, detyra 11. Njësoj vëllimin e prizmit në milimetra në katror. Ja është dhënë një prizëm, kënd të drejtë, me dimenzionet. Detyra thot njësoj vëllimin. Vëllimi i prizmit ishte prerja boshtore, që këtu është prerja trekëndësh kënd drejt, herë lartësia. Brinjit e trekëndshit kënd drejt janë 2/4 dhe 3/2. Ju e dini se syprinja e trekëndshit kënd drejt ishte A herë B thye për 2 herë lartësia e cilindrit. Prizmit. 2/4 herë 3/2 pjesëtim për 2 herë 3/6, që i bie të jetë vëllimi 13/82 cm në kub. Detyra thot njësoj vëllimin në milimetra në kub. Tu pas kam bën 100 të vogël, në vend të shënoj 3, kam shënuar 2. Çka bëjmë tash? 13/82 herë. Dim se 1 cm3 i ka 1000 mm kub. Prandaj shumëzojmë me 1000, që fitojmë
13.820 mm në kub. Detyrën 9A punoni ju vetë. Detyra 12. Njëso syprinën e prizmit. Tash që duhet ta njësojmë syprinën e prizmit. Të gjitha faqet e prizmit i llogarisim. Tu të prizmit kemi dy faqe që e kanë formën e trekëndshit, kurse tre faqe tjera janë drejtkëndshta. Atëherë, pasi që i kemi 2 trekëndshta, shka kemi 2 herë 2 presje 4 herë 3 presje 6 2 për 2, plus, tash kemi njëra faqe është 2 presje 4 herë 3 presje 6, plus faqja tjetër është 3 presje 2 herë 3 presje 6, dhe faqja e tretë është 4, jashtë e dhënë detyrë 4 herë 3 presje 6. Kur do t'i kryejmë të gjitha këto veprime, do na dash syprina është 43 presje 2 cm në katror. Detyrën në B zgjidhni ju vetë. Detyra 12. Shëndro vëllimet e dhëna. Shembull, 3.500.000 cm3 në metra kub. Si do ta shëndrojmë këtë vëllim? Shëgjoni? Detyra 13. Shëndro vëllimet e dhëna. Përsëri kemi 3.500.000 cm3 në metra kub. Çka bëjmë tash? 3.500.000 dim se 1 metër kub ka 1.000.000 cm3. Pra 100 herë 100 herë 100, që i bie tjetë një nish me 6 zero. Dhe kur e pjestojmë të fitojmë 3,5 metra në kub. Detyrën 9A, 9B dhe C pjestoni vetë. Detyra 14. Në vizatim është dhënë një rezervuar për ujë. Njëso vëllimin e cilindrit në centimetra kub dhe njëso sasinë e ujit në litra. Ja rezervuari është dhënë, për masat e rezervuarit i kemi. Tash çka duhet? Për ta njësuar vëllimin e cilindrit njësojmë prerja tërthore baza herë lartësia, që i bie tjetë pi herë rreza në katron herë lartësia h. Vëllimi i barabartë me 3/14 herë rrezja është 40 cm në katror herë lartësia 65 cm. Tu çfarë do të kemi? Vëllimi i barabartë, kur do t'i kryejmë të gjitha këta veprime, do të fitojmë 326.560 cm në kub. Dhe tash pasi që kërkohet për të shëndruar në litër, njëherë këtë vëllim e shëndrojmë në decimetra kub. 326.560 e pjestojmë për 1.000, sepse kemi prej centimetrit kub në decimetr kub. Një kërcim lartë, atër pjestimin e bëjmë me 3,0, një nish me 3,0, që i bie tjetë 326.56 decimetra kub. Tash, e dim se 1 decimetr kub është i barabartë me, apo ekuivalent me 1 litër, që parafërsisht tu i bie rezervuarit të ketë 327 litra. Detyrën 14 punoni ju vetë. Njësimi i sasisë së langut në mililitra. Pasi 1 cm kub është e barabartë me 1 mililitër, atëherë, ka kemi 450 cm kub është e barabartë me 450 mililitra, ose 0,45 litrë. Detyrat e mbetra i punoni vetë. Ja, këta ishin detyrat që mendova se do t'ju ndihmojnë shumë në përgatitjen e juaj. Gjeni në mësimet e ardhshëm. Mirupafshim.